A keni pas gjithmonë tradit në familjen e juj Po, që të mirenit, punoni prente tokën? me janë marrë me bujqësi edhe me blektëri. Se vite ma heret nuk ka pas industri të zhvillume. Zakonisht janë marrë me punimin e tokës edhe kanë marrë dele dhe ljup. Me këtu neve, fëmive, prente me në kanë rritë. Ne jena 8 fëmi. 8 fëmi. Dhe thëtë, unë jam fëmija i 7 edhe unë e mboj mend baba jem gjithmonë në kujdes për tukë edhe për kofsh. Dhe thëtë, me qatu jemi shkollu, jemi eduku. A ju ka nda edhe juve fëmive punë, i keni pasë cili obligimet e vete? Jemi konë të obligum, bile unë e jem konë fëmija i 7 edhe mund gjithmonë më karo miru. Miru dhe thëtë në fusha, ljupt, besa dhe dejlet i kumë rrinë. Ata dvezlit gjithmonë e kanë punën pak më tronë. Se kjo me më kujdes, edhe me ditë ku mi kullët, është bukur menqëri është. E vërtet, është filozofi në vete, nuk është aqë kollaj veç meri edhe qiti aty diku, a? Po në njëtën kohë, pavarësisht që keni bo punët që ju kanë caktu prej babës, ju gjithë fëmijët, ke qenë edhe nxënës i dallumë, zoti Rexhepi. Si ke bo të dyjat paralelisht, pra ke shku paradite në shkollë, e mandej kur je këti prej shkollës je marrë me tokë, apo? Ne, do thëtë, deri në 7 vjetë, kur 7 vjeqarë, ma heret kemi hinë klasë parë. Po. Nuk jam kujdesën e për kapë, se kam qenë fëmi, shumë i vogël. Si kom fillu me shku në shkollë, në klasë parë, dytën, me njëherë më kanë angazhu. Edhe në ndërëm gjysën e kuë se kom pasë në shkollë, tjetërën kuë e kom shfridzu për kujdesën e kashve. Kemi shkuja, kemi ndimu me nëzirë patate, me këtë punë që ka pas nevoj, veç nga kanë urdhnu, nga s'kemi pritë më nga lukt. Nuk ka pas me thonë jo, a? Ja, s'ka pas me refuzu. Raportet me fëmi tjerë, si ke pas? Ti fëmiu i 7, sa vlezër, sa motra? Kemi qenë 4 vlezër edhe 4 motra. Raportet i kemi pas shumë të mira, me gjithse me disa kemi pas edhe diferencë në mosh, shambull. Se 8 tash, unë i 7 me të parin, i kemi pas dikon 16 vjetë. Po, diferencë, po. Edhe unë e kumë konsideru ata pak ma të madhe dhe e kumë respektu. Dhe respekti ka qenë, mu së më karo mu më respektu gati kërkosh, veç mutra ma e vogël që konë, se unë e ma i vogëli. Veç raportet i kemi pas shumë të mira. Me gjithë se kushtet kanë qenë, në atë bukur të vështira. Qysh ja ka dalë baba në këtë rast, për pos punës me tokën, që ka tregu ma vonë, si fëmijët nuk i kuptan shumë mirë se